Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi në mbledhjen e kësaj të mërkure të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%. Gjatë fjalës së tij në konferencë, guvernatori Gent Sejko bëri me dije se parashikimet e skenarit bazë sugjerojnë se rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim margjinal të ritmit të rritjes ekonomike në vend. Bazuar në këto premisa, efektet e goditjes pritet të jenë kalimtare edhe të mos lejnë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit të vendit. Përgjithësimi parashikimeve të skenarit bazë është bazuar në supozimin e një zgjidhje relativisht të shpejtë të konfliktit në lindjen e mesme. Pozicioni shëndosh fillestar i ekonomisë shqiptare sugjeron se goditja e çmimeve do të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë 3 muajorëve në vijim. Megjithatë, kjo rritje pritet të jetë e lehtë dhe kalimtare, me përfundimin e efektit direkt të goditjes dhe kontrollin e efekteve indirekte të saj, inflacioni pritet të zbresë gradualisht drejt objektivit në afatmesëm. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.5% në 3 muajorin e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me 3 muajorin paraardhës. Kjo ecuri u diktua nga rritja e çmimeve të qirave dhe të naftës, si dhe nga stabilizimi në nivel vjetor i çmimit të energjisë elektrike për familjet. Nga ana tjetër, çmimet e ushqimeve dhe të artikujve të tjerë të shportës patën një ecuri më të stabilizuar. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.5% në 3 muajorin e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me 3 muajorin paraardhës. Kjo ecuri u diktua nga rritja e çmimeve të qiras dhe të naftës, si dhe nga stabilizimi në nivel vjetor i çmimit të energjisë elektrike për familjet. Nga ana tjetër, çmimet e ushqimeve të artikujve të tjerë të shportës patën një ecuri më të stabilizuar. Kahu i ecurisë inflacionit në 3 muajorin e parë ishte në përputhje me pritjet tona dhe ky tregues vijon të mbetet ende nën objektiv. Megjithatë, ai theksoi se konflikti ushtarak dhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme mbeten një burim rreziku dhe pasigurie mbi ekonominë botërore dhe atë shqiptare.